Te kjo çështje ne do të ndalemi në vazhdim në hapësirat tona të drejtë për drejta informative për të sqaruar edhe pjesën ligjore, por për momentin do të ndalemi tek një tabel që na tregon të gjitha datat kryesore të procesit ndaj Erion Veliajt, tashmë sipas vendimit i Kryetarit i Bashkisë së Tiranës, por mbetet për të parë se çfarë do të thotë gjykata kushtetuese me vendimin që do të marrë në fund të tetorit. Do të ndjekim tabelën në këto momente për të kuptuar fillimisht cilat kanë qenë datat kryesore dhe më pas përqendrohemi edhe tek të ftuarit. Duke nisur nga 10 shkurti 2025 arrestohet kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, 11 shtator 2025 Edi Rama njofton zgjedhjet e parakohshme në Tiranë, 23 shtator 2025 Këshilli Bashkiak shkarkon Erion Veliajin, 25 shtator 2025 Këshilli Ministrave miraton shkarkimin e Erion Veliajit, 26 shtator 2025 shkarkimi i Erion Veliajit botohet në fletorën zyrtare, 29 shtator 2025 Erion Veliaj ankimon vendimin në gjykatën kushtetuese, 30 shtator 2025 gjykata kushtetuese regjistron ankimimin e Erion Veliajit, 30 shtator 2025 Këshilli Ministrave ka njoftuar presidencën për vakancën në Bashkinë e Tiranës, më datën 1 tetor 2025, një ditë më pas, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar zgjedhjet e pjesshme më datën 9 nëntor, duke përfshirë gjithashtu edhe Tiranën, ndërsa më datën 10 tetor 2025, pra ditën e sotme, gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e presidentit të Republikës Bajram Begaj për sa u takon edhe zgjedhjeve në Tiranë. Këto janë disa prej datave kryesore pra në lidhje me këtë çështje, ndërsa ka patur reagime edhe në lidhje me çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar datën 9 nëntor, duke përfshirë gjithashtu edhe disa bashkitë të tjera, Mati, Tepelena, gjithashtu edhe Cerriku, pra së bashku edhe me Vlorën, janë bashkitë të tjera ku do të ketë zgjedhje referuar zhvillimeve që ka patur përpara zgjedhjeve të 2025, zgjedhjeve të përgjithshme, por nga ana tjetër pra disa prej këtyre bashkiakëve kanë dhënë ndërheqjen për të bërë edhe deputet. Termet Peçi la Bashkinë e Tepelenës për të bërë deputet, Ervin Demo la Bashkinë e Beratit për të bërë deputet, më pas u bë edhe ministër, gjithashtu edhe Agron Malaj në Mat ka lënë detyrën e kryebashkiakut për të bërë deputet. Nga ana tjetër në Cerrik kanë disa la detyrën e kryebashkiakut pasi në asamblenë e datës 11 shtator ai u zgjodh ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nga ana e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ndërsa Ermal Drella më datën 10 shtator, pra një ditë përpara se të mbajë asambleja e Partisë Socialiste, dha dorëheqjen nga posti i kryebashkiakut pas disa përplasjeve edhe publike. Kujtojmë festën e përvjetorit të Partisë Socialiste ku në ambientet e jashtme të Selis Roz pati një komunikim verbal i cili u duki tensionuar mes tyre, ndërsa Drella pra zgjodhi të jepte dorëheqjen, teksa të nesërme në asamble kryeministri Edi Rama deklaroi se ai për shkak se kishte qenë ambasador ishte më i butë se ç'duhej për një qytet si Vlora. Për të folur për këto zhvillime kam në vazhdim ish-këshilltarin ligjor në president, zotin Bledar Dervisha. Zoti Dervisha, mirëmbrëma, faleminderit që gjetët kohë për të folur me Klan News. Faleminderit dhe ju për ftesën, unë jam avokat. Ajo termi tjetër ish këshilltar s'ka problem. Dakor, por rëndësishme është që është korrekt gjithashtu avokat ose jurist. Çfarë ndodh tani, zoti Dervisha, se edhe ju në kohën që nuk e lëm dot pa ju referuar në eksperiencën tuaj të mëparshme, ka patur raste të ndryshme kur në një farë mënyrë ka patur përplasje me gjykatën kushtetuese, përplasje me institucionet e tjera. Në këtë moment, sot në të cilin po flasim, zgjedhjet e Tiranës pezullohen, KQZ-ja nuk mund shkojë më tutje? Pse vijon ende të vihet në diskutim kjo çështje? Jo, duam të kuptojmë aspektin ligjor, se patin nga ata që thonë nuk vihet në diskutim, as fakti që është çuar në kushtetuese dhe Begaj nuk mundi dekretoj, por presidenti e bëri dekretimin. Po tash që doli në kushtetuese dhe doli një vendim i gjykatës kushtetuese që u botua dhe në fletore zyrtare, që hyrin fuqi sipas kërkesave të ligjit për gjykatën kushtetuese. Ka lajthitur njëri të mendojë që të zhvillojë zgjedhje në datën 9, ndërkohë që efektet e një dekreti që cakton datën e zgjedhjeve janë të pezulluara? E kuptova. Po çfarë? Sepse i vetmi autoritet kushtetues që ka për detyrë të caktojë datën e zgjedhjeve, ne, domethënë gjithë populli shqiptar në 98 ka vendosur që ky autoritet i takojë kreut shtetit si një figurë përbashkuese e të gjithëve. Ai cakton datën e zgjedhjeve, referuar diapazonit kohor që përcaktohet në kodin zgjedhor, që është jo më pas se 30 ditë kur janë thjesht parakohshme mandatet të kësaj natyre, dhe jo më vonë se 45 ditë, presidenti dekreton brenda 48 orëve nga njoftimi i vakancës taktimin e datës së zgjedhjeve. Në këtë rastin konkret, në rastin e zgjedhjeve vendori i shkarkuar ankimohet, ky vendimi i shkarkimit pezullohet dhe presidenti dekreton datën e zgjedhjeve në momentin kur
Mbaron, përfundon së shqyrtuari kërkesa e të zgjedhurit vendor që është ankimuar nga një vendim i shkarkimi. Presidenti akseleroi shumë shpejt duke anashkaluar normën kushtetuese, duke thënë që shiko se baza ligjore hyri në kompetencë që i takonte gjykatës kushtetuese, pikërisht në këtë kompetencën e sotme. Nëse shikoni vendimin e gjykatës kushtetuese, apo atë pjesë të njoftimit publik të saj, për ata që nuk e kanë lexuar vendimin ende, se është i botuar me të zyrtare, gjykata kushtetuese kishte mora në shqyrtim kërkesën me objekt. Shfuqizimin e vendimit të Këshillit Ministrave për shkarkimin nga detyrat e kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Velia etj. Pika 2, shfuqizimin e dekretit të Presidentit të Republikës nr. 8 për saktimin e datës së zgjedhjeve të disa bashki të vendit për pjesën që i takon Bashkisë Tiranë. Dhe në fund vendosi pezullimin e dekretit, pra atë akt i cili kishte filluar të jepte efekte përkundrejt KQZ-s, se ende s'ka futur aktorët janë lojë, janë partitë politike, pra të garusit. Deri në shqyrtimin përfundimtar të kësaj çështje, dhe data e planifikuar për shqyrtimin përfundimtar, të paktën fillon së shqyrtuari, se mund të mos përfundojnë datën 31 tetor, askush nuk e di, është data 31 tetor 2025. Në këtë logjik, në 31 tetor pritet që palët të përplasen në gjykatë dhe palët që ka ftuar deri më tani, paktën sa shikojmë nga njoftimi publik i gjykatës kushtetuese janë Këshilli i Ministrave, Presidenti i Republikës, aktet e të cilëve ja kundërshtuar në gjykatë, dhe ku kryebashkiaku Veliaj, do të them kryebashkiak se ende është kryebashkiak, përderisa vendimi i Këshillit të Ministrave që e shkarkoi pezullohet automatikisht. Me zotin Bledar Dervisha jemi në këtë komunikim të drejt për drejt, duke na dhënë edhe ai optikën e tij në lidhje me çështjen e zgjedhjeve, teksa ka deklaruar se vendimi i gjykatës kushtetuese të ditës së sotme në një farë mënyrë referuar këtij procesit ka formë të prerë dhe siç tha ai, duke cituar avokatin, askush nuk ka lajthitur që të vazhdoj pas këtij momenti të organizojë zgjedhje për Tiranën. Siç e tham, ishte data 1 tetor kur presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta, pavarësisht se Erion Velia e kishte ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese, vendosi që të bëjë dekretimin zgjedhjeve më datën 9 nëntor 2025 për 6 bashki të vendit, për Matin, për Tepelenën, për Beratin, për Cerrikun, për Vlorën dhe gjithashtu edhe për Tiranën. Ndërsa ditën e sotme pati një reagim publik nga gjykata kushtetuese, e cila ka deklaruar pra se ky vendim pezullohet. Zoti Dervisha, i duhet ndalem tek një moment tjetër. Ka disa jurist, po sill shumë, po themi, opinionet e tyre në mënyrë që të bëjmë edhe një përplasje të asaj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, të cilët thonë se gjykata kushtetuese duhet ta kishte njoftuar presidentin e Republikës kur i ka shkuar ankimimi i Veliajt që të mos e nxirrte dekretin. Pra ta kishte njoftuar, po. Këto arsye time nuk janë të shëndosha nga ana ligjore, le të hidhen përpjet çdo lloj jurist. Nuk po them emrin se është dikush me eksperiencë, le të jetë kushtdo me eksperiencë dhe kushdo. Presidenti i Republikës, e kuptonin çfarë autoriteti është, nuk është drejtori i bujqësie, që do t'i vej shkresa. Është president e Republike, merr njoftime 24 orë në 24. E ndjek zhvillimin e një çështje që kur lind të bëhet debat në Këshillin Bashkiak, në Këshillin e Ministrave. Po pse presidenti i Republikës këtë arsyetim ndori dekretin? Ti themi atij juristit, kushdo qoftë, ai kolegu im ose ja. Po shikosh njoftimin për shtyp të presidentit të Republikës, thotë e kam shqyrtuar me shumë vëmendje dhe raportin e Këshillit të Ministrave, thotë nuk është kjo baza ligjore. Kushtetuta, po është baza ligjore, pra nuk ishte ky shkaku që u njoftua apo nuk u njoftua. Janë arsyetime shumë të vogla këta. Po arsyetimi i presidentit zoti Dervisha që thotë se në momentin kur unë nxora dekretin, ende pra vendimi i Këshillit të Ministrave ka dalë përpara se Velia të bënte ankimimin në gjykatën kushtetuese. Po patjetër që ashtu do ishte, vendimi i Këshillit të Ministrave që e shkarkoi zotin Veliaj, doli dhe pastaj shkoi zoti Veliaj kundërshtoi vendimin me numër me datë në gjykatën kushtetuese. Në këtë moment procedurial kompetencat e kreut shtetit për caktimin e datës zgjedhjeve nuk kanë lindur ende. Lindin nëse kalon afati 15 ditor dhe ky vendim nuk ankimohet, dhe lindin nëse ankimohet pasi gjykata kushtetuese del me vendim dhe ky vendim votohet në flitore zyrtare dhe hyn në fuqi dhe brenda këtij afati 40 orë pastaj ti mund dekretosh datën e zgjedhjeve. Tash po këta po na hedhin herë çdo lloj studimi që kemi bërë deri më sot. Çan këto çuditëra do të shkruajnë në kushtetutë. Ku do t'i shkruajmë tjetër? T'i shkruajmë për mure që t'i lexojmë gjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, që mos harrojmë. Kështu që to tema diskursi apo këto që po lindin se janë më të vështira dhe më të errta për nga qëllimet janë këto që po lindin tashmë, që ne vazhdojmë fushatat te data 9 është aty.
Ku më është aty? Si që nga aty? Në datën 31 ka shqyrtim gjyqësor. Do bëjë gjykata kushtetuese një vendimmarrje të caktuar. Atëherë nga data të nesërme 1, po them nëntor, deri datën 9 nëntor, i konsumon dot ti të gjitha procedurat që parashikon ligji kodi zgjedhor, dhe nëse po ti konkuron me kaq fuqi dhe me Tren Express, a janë këto në përputhje me kodin zgjedhor të zgjedhur Bashkinë Tiranë? Le që s'ka më aktivitet zgjedhor për KQZ-n, nuk i lejohet më të marrë vendime për rregullat, për mënyrën e funksionimit, për formën dhe formatin e fletës votimit për Bashkinë Tiranë, nuk merr dot më vendim KQZ. Por nëse merr duke thënë unë kam një dekret presidenti zoti Dervisha, apo do ishte pastaj dekretin e kujt? Dekretin e kujt? Dekretin e presidentit për datën e zgjedhjeve në datën 9 nëntor, nëse jam duke marrë hipotetikisht situatën. Shiko, këtë lloj lejfitje e ka bërë vetëm KQZ-ja 2019 që nuk zbatonte dekretin e Kryeushtetit që ishte në fuqi. Pra precedentet i pas kemi. Jo, që nuk zbatonte. Tashmë kemi edhe një dekret, po që ka pezulluar një organ suprem që është Gjykata Kushtetuese, i cili pezulluar qoftë ligjet, qoftë dhe aktet e institucionet tjera, kur ato rrezikojnë të cënojnë të drejtat dhe lidhje themelore apo norma të tjera kushtetuese për të cilat lidhen me objektin e ankimit. Kështu që çështje të tilla të diskutueshme do të jenë lajthitje dhe do të jenë përgjegjësi penale e atyre autoritetet publike që anashkalojnë zbatimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese. E qartë. Apo përpiqen ta derivojnë çështjen në anale të tjera për të realizuar një qëllim politik, ndërkohë që kohën aty e ke në dispozicione, do të shprehet gjykata kushtetuese, si do qoftë vendimi, do kemi zgjedhje ose nuk do kemi zgjedhje, në varësi të atij vendimi, por të presim atë. E qartë, zoti Dervisha. Velia i ka patur 2 kërkesa në gjykatën kushtetuese. Ndryshe demokracia bie i dashur, ose ta mbyllim këtë librin e kushtetutës, edhe të marrim në një libër tjetër që të na i shkruajnë ta analistët, po të mbajnë përgjegjësi për atë që shkruajnë. E qartë, zoti Dervishaj, Velia i ka patur 2, po themi, reagime në gjykatën kushtetuese. I pari ka qenë ankimimi për çështjen e shkarkimit dhe i dyti ka qenë, po themi, kërkesa për të pezulluar dekretin e Begajt. Përgjigjja e sot në gjykatës. Ankimi shtesë, jemi saktë. Ka pasur ankimin për kundërshtimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë Tiranë, ankim shtesë për të janë bashkëlidhur çështjet, ankim shtesë, kundërshtimin e dekretit të presidentit të Republikës për caktimin e datës zgjedhjeve për Bashkinë Tiranë dhe pezullimin e zbatimit të aktit deri në shqyrtim përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese. Përgjigjja e sotme. Dhe këtë e keni njoftimin publik të Gjykatës Kushtetuese se i printova nisur nga kërkesa juaj për intervistë. Faleminderit shumë. Të dyja objektet. Po tani, kjo përgjigje e sotme është një përgjigje për të dyja apo vetëm për pezullimin e dekretit, pra ankimi shtesë që kërkon pezullimin e dekretit? Kjo përgjigja e sotme e këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese që është botuar në fletoren zyrtare, le ta citojmë se edhe ju opinioni publik sqarohet më mirë. Në fletoren zyrtare numër 184 të datës së sotme është botuar vendimi i Gjykatës Kushtetuese i plot tashmë, ta lexojnë juristët. I ka dhënë përgjigje një kërkesë emergjente që ka pasur kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. I ka dhënë pezullimin e efekteve të dekretit Kryeushtetit për caktimin e datës zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë derisa çështja e shkarkimit tim, thot ai, të përfundojë së shqyrtuari nga Gjykata Kushtetuese. Sepse presidenti nuk mund të nxirrte dekret derisa unë isha ankuar në këtë gjykatë se shkarkimi im është i padrejtë dhe antikushtetues dhe tej parimeve dhe normës kushtetuese. Shkelja e rëndë e ligjit, shkelja e rëndë e kushtetues. Këto dy norma thot nuk i kam shkelur unë. Ndaj dhe shkarkimi im është antikushtetues. E qartë. Tash çfarë bëri gjykata? I tha dekretit, ky është dekreti. Dekret ti pezullon. Prap qëndronim i fjetur, aty, derisa unë të shprehem për çështjen që më ka ardhur në objekt shqyrtimi dhe që është shfuqizimi i vendimit të qeverisë, shfuqizimi i dekretit Kryeushtetit. Kur unë të shprehem për këto dyja, pas meje, kur të hyj fuqi vendimi im, thotë gjykata, vazhdoni me procesin zgjedhor, siç parashikon kushtetuta edhe kodi zgjedhor. Ka që thjesht është gjëja. I debatimet e tjera janë vetë politike. E qartë. Për të mbajtur organizmat, strukturat partijake në lëvizje, në akselerim politik, me që fushata për disa forca politike, për kryesorë, për majorancë, ka nisur prej kohësh, nuk nisi sot, nisi që kur kryeministri apo kryetari i Partisë Socialiste tha që kandidati i jon 11 shtator. Për Tiranën është filan deputet, që në atë moment ka nisur fushata, bides mos më përpara. Ndërsa për forcën tjetër, që u gjen kandidati dhe e mbështeten, dhe do të niste kur të parashikonte kodit zgjedhor. Zoti Dervisha, kam edhe dy pyetje të fundit shkurtimisht për të mos u marrë më shumë kohë. E para, ka pasojë ligjore Kryeushtetit pas këtij momenti?
pas këtij vendimi gjykatës kushtetuese? Është një efekt, është një vendim me efekt pezullues. Le të presim vendimarrjen e finale të gjykatës kushtetuese lidhur me kushtetutshmërinë ose jo të dekretit të Presidentit e Republikës. Pyetja e fundit, ne kemi precedentin e mandatit të deputetës Partisë Socialiste Olta Xhaçka në legjislaturën e kaluar. Ndoshta nuk janë të ngjashme, po dua të them se si edhe atëherë një vendim i gjykatës kushtetuese në fakt u çua për interpretim në Komisionin e Venecias. Komisioni i Venecias solli një përgjigje që e lexoi në favorin e vet edhe majoranca edhe opozita. Mund të dalë ndonjë palë që këtë vendim të gjykatës kushtetuese sot ta çojnë Komisionin e Venecias? Po për çfarë ta çoj, se çon dot. Sepse çështja shkon, unë kam thënë gjithmonë, gjykata kushtetuese në rastin e Olta Xhaçkës ka bërë një rreth vicioz vet, jo në vendimin e fundit, në vendimin e parë janar 2023 nëse më kujtohet mirë. Sepse i hapi lojën dhe riktheu prapë në kuvend. Kuvendi e çonte opozita e çonte në tashmë sërish në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese thotë, "Ore, jam shpërën për të çështje e sillet në kuvend, rrotull dhe këtë faj por këtë përgjegjësi unë ngarkoj ja vesh gjykatës kushtetuese, që kur i vjen një gjë në themel për të shqyrtuar, është apo jo antikushtetues ky mandat, ti shprehur. Mos u përpiq që përmes normas procedurale ta kalosh topin, do thosh, në formë fizike ose simbolike, sërish figurative në kuvend që ta gjuajnë politika, se po e gjuajti politika gjuan me sallaks, ka që gjuajnë tavan fort me të djathtën, ka qëllimet e fshehura, kështu që në këtë mbeti mandati u konsumuai plot dhe nuk pati asnjë efekt, as vendimarrja, as opinioni i Komisionit të Venecias, asnjë. Mandati u shfrytëzua siç ishte marrë. Dhe për ta mbyllur për zgjedhjet në 5 bashkitë të tjera, në lavdë të fundit në një përgjigje për një pyetje që nuk ma bëre. Unë do t'i kem syt edhe veshësh, besoj unë, po gjithë ata që ndjekin lëmin kushtetues të jurisprudencës kushtetuese, të gjykata kushtetuese. Dhe zakonisht gjykata kushtetuese, kur të lumturon me pezullim akti, të idhëron me themelin e çështjes, ose kur nuk të lumturon me pezullimin e aktit në fillim që ti kërkon, të lumturon në fund me shqyrtimin e themelit të çështjes. Ktu e mbyll. Tani kam vetëm se më ngacmuat vet. Gjykata kushtetuese sot ka 8 antar. Elsa Toska nuk është zëvendësuar, vendin e Olta Xhaçkait e zuri Jasin Vokshi së fundit. Çfarë ndodh nëse 4 vendosin pro shkarkimit dhe 4 kundër shkarkimit? Meqense erdhëm tek se çfarë do të bëjë gjykata kushtetuese? Këto lloj zgjidhjesh taktiko-fizike do të thotë që kërkesa konsiderohet e rrëzuar, jo për shkak të themelit të saj, po për shkak të mosplotësimit të kuormit për arritjen e votimit me 5 antar. Pastaj zgjedhjet do bëhen kur dalë ai vendimi i gjykatës kushtetuese i botuar në pletore zyrtare, por nuk do doja ta shifja gjykatën time, tënde dhe të gjithëve kushtetuese që ti shmanget thelbit, sepse është momenti për ta sqaruar një herë mirë këtë situatë. Kur shkarkohet një zgjedhur i cili është autonom, i decentralizuar dhe prezumohet i pavarur nga Këshilli i Ministrave për shkarkimin për shkeljet e rëndë kushtetues apo të ligjeve. Kjo paragrafi tjetër, kjo dispozita kur mos marrëqitjen detyrë, është një normë që merr autorizim nga kushtetuta apo ligjvendësi e ka vendosur aty ose si shkelje të rëndë ligjit, që nuk veten detyrë për 3 muaj, ose si një rast sui generis për raste kur bien koma kryetari i bashkisë, i kujt do qoftë, një zgjedhur apo ka një smundje të pashërueshme, e cila bën pamundë shkollën. Për çfarë e ke? Atëherë nëse e ke për këto raste të dyta që thashur, vendosë lirohet nga detyra dhe jo shkarkohet, që mos lidhet me procesin e shkarkimit, që është një proces kushtetues dhe nuk lë shtek për interpretime të tjera përmes ligjit. Fjalia e fundit, për zgjedhjet në 5 bashkitë e tjera nuk ndodh asgjë. Ato mund të mbahen sipas dekretit në datën 9 nëntor. Për zgjedhjet as nuk vjen në diskutim ajo çështje fare. E qartë. Shumë faleminderit zoti Dervisha, e vlerësojmë që gjithë të kohë për të folur me ne. Kalofshi mirë dhe ndjes që nuk rritot më gjatë, po edhe unë kam ato angazhimet e mia. Mjaftueshëm sqarimet i bëm. Ishim me avokatin Bledar Dervisha, i cili na u bashkua drejt për së drejti për të sqaruar atë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme me vendimin e gjykatës kushtetuese. Avokati ka deklaruar se nga ky moment quhet tërësisht i pezulluar dekreti i Presidentit të Republikës për zgjedhjet në datën 9 nëntor, vetëm për Tiranën dhe jo për 5 bashkitë të tjera, Mat, Tepelem, Berat, Cerrik dhe Vlorë. Ndërkohë vazhdojmë me të tjera zhvillime të ditës.